portin e Durrësit. Po e quajmë porti i Durrësit, aty s'ka më port, po. Ish porti, do të ishte në sakt. Do fillojmë me këto terminologji komuniste. Ish gjithmonë, ish porti. Shiko, porti i Durrësit ka mundësi të shpëtohet. Si ka mundësi të shpëtohet? E para, duke u ngritur qytetarët e Durrësit, duke i bërë presion Këshillit Bashkiak të Durrësit ta rrëzojë këtë si projekt. Të kemi parasysh ndonse sultani në Tiranë e kemi miratuar si projekt, në fund fare planifikimit dhe kontrollit të territorit është shtabi i pushtetit vendor. Dhe pushteti vendor në Durrës është Këshilli Bashkiak. Pra, në rast se do arrijnë qytetarët e Durrësit të bëjnë presion Këshillit Bashkiak, ky projekt nulifikohet, pra bëhet nul dhe rikthehet në gjendjen e mëparshme. Së dyti, ky projekt mund bëhet nul dhe i gjithë porti i Durrësit të shpëtojë në rast se gjykata kushtetuese do ketë shtetar dhe jo lapangjos. Në rast se do ketë shtetar, të cilët të duan të respektojnë ligjin, atëherë mjafton të shkohet një padi në gjykatë kushtetuese për të thënë që qeveria për fat keq ka cënuar 2 marrëveshje ndërkombëtare, në të cilën Shqipëria është palë dhe duhet t'i respektojë, siç është 1 MSA-ja, 2 Konventa e Aarhusit. Të dyja këto Shqipëria i ka ratifikuar, për pasojë janë ligjërisht të lidhshme, legally binding, dhe prevalojnë ndaj ligjeve shqiptare. Po të kemi parasysh që projekti Balabarin, Edi Rama e ka bërë si ligj me ligj të posaçëm, ligj privat, nominativ, por gjithsesi marrëveshjet ndërkombëtare prevalojnë ndaj ligjeve vendore. Ndaj në rast se shkon në gjykatë kushtetuese dhe tregohet që janë shkelur qoftë Konventa e Aarhusit, qoftë marrëveshja e stabilizimit dhe asociimit me Bashkimin Evropian, këto prevalojnë dhe projekti normalisht duhet të nulifikohet, pra të anullohet. Së treti, se si mund të anullohet kjo, do të ishte përmes referendumit vendor. Qytetarët e Durrësit kanë të drejtë të kërkojnë një referendum vendor. Si jemi pyetur, s'na ka bërë askush një dëgjesë publike, por pasojë ne kemi dyshimet tona, ne nuk besojmë që kjo është mënyra më e mirë për të zhvilluar qytetin tonë, ndaj ne duam referendum vendor. Në referendum vendor, në rast se duan ta mbajnë, mund ta mbajnë, në rast se duan ta rrëzojnë, rrëzojnë. Pra, këto janë 3 mënyrat e vetme në të cilat porti i Durrësit mund të shpëtojë. E kuptoj. Ndërkohë, t'ju jap të dyve një lajm të fundit, javën që sapo lam pas. Kryeministri, për kënaqësinë e atyre që presin godina të reja, ka miratuar leje edhe për 3 godina të reja në të njëjtin vend të projekti që njihet si projekti i Alabarit ose Durrës Marina. Kështu që ka shpresë për ta bërë më keq këtë situatë dhe sigurisht